Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi zhvillimet e fundit ku kryeministri Edi Rama, një herë shkreu i Partisë Socialiste, ka mbledhur grupin parlamentar kësaj force politike, ku duket se janë tundur themelet e qeverisë, sidomos pas lëvizjes së SPAK-ut dhe pasi ka marrë të pandehur zëvendës kryeministren Belinda Ballogu. Për të folur për këtë çështje ne kemi të ftuar avokat Zaçe Islami, i cili do të na shpjegojë dhe do të na flasë më tej se çfarë pret qeverinë pas goditjes së fundit të SPAK-ut ndaj Belinda Ballogut. Zoti Islami, përshëndetje. Së pari të korrigjojmë diçka. Nuk është goditur Belinda Ballogu, është thirrur për të bërë show, se po t'je për të goditur duhet ishte arrestuar me njërë sa ju shpall akuza. Po ndoshta po shkon shkallë. S'ka shkallë. Kodi procedurës penale ka përcaktuar qartë procedura. U shpall e pandehur duhet me njërë të arrestohet. Po këta nuk i arrestohet sepse komandon drejtësia partjake, jo drejtësia ligjit edhe rregullës në Shqipëri, kështu që nuk kanë asnjë gjë, nuk kanë ata. Atyre u shprishur gjumi nga ata vizitorët e fundit që erdhën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kryesisht nga kontakti që kanë marrë ata me SPAK-un, sepse nuk është SPAK, është goditje, është goditje madhështore ajo që zëvendës ndihmës sekretari i shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës erdhi në Shqipëri dhe nuk takoi asnjë nga krerët e shtetit, por u marr vetëm me Ministrinë e Brendshme, thjesht me organet ligjzbatuese. Që unë kuptoj që atyre u është dhënë urdhër i prerë të zbatojnë ligjin dhe të bëjnë arrestimet sipas fajeve që kanë bërë, krimeve që kanë kryer. Pra, atëherë do të thotë se SPAK-u do vijojë të godas në nivelet e larta. Duhet ta bëj, do ta bëj apo jo, nuk e di. Po duhet ta bëj, madje është vonuar. Si mendoni, çfarë udhëzimesh do t'u jap sot Edi Rama deputetëve të tij në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ku bëhet e ditur se Belinda Ballogu nuk ka bërë një kërkesë për të folur posaçërisht në këtë mbledhje grupi? Të forcojmë imunitetin rreth partisë. Duket se nuk është shumë unitet, se është duke i shitur një nga një. Shiko, ai nuk i shet, ati po ja redukton një nga një, se po të pra atë nuk ishte prekur asnjëri ai. Ja redukton drejtësia, ja redukton SPAK-u, ja reduktojnë krimet e tyre që kanë bërë. Pra, të mos thoni po i redukton ai, po ja reduktojnë organet ligjzbatuese. Kjo është e vërteta. Nisur nga vizita e fundit e zëvendës ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Mark Fleming, qoftë në SPAK, po qoftë edhe në disa institucione, pra drejtues të institucioneve shqiptare, përfshirë këtu Ministrinë e Drejtësisë dhe atë të brendshme. Si mendoni, do të ketë një lëvizje më të fortë të SPAK-ut, qoftë me rastin e Ballogut, por edhe me emra të tjerë të qeverisë së kryeministit Rama? Shpresoj të jetë kështu, po pak besim kam, sepse unë e di që këta nuk dorëzojnë pushtet, këta janë gati që të shpallin luftë civile, janë gati që të bëjnë grushteti, bëjnë të tërë asë që kanë bërë grushteti me disa vendime të gjykatës kushtetuese të cilit nuk i zbatuan, por i hodhën kosht plerave. Ky parlamenti i këtyre gangsterëve dhe hajdutëve dhe imoralëve dhe plerave të kombit shqiptar që janë futur në parlament, nuk do bëhet asnjë. Unë mendoj që këta do rezistojnë deri në fund, se i njoh dhe u di karakteret. Po qëndrimin e kryeministrit Edi Rama në raport me Belinda Ballogun, si e vlerësoni, i cili tha se drejtësia duhet të ketë punë vet? Ai atë ka bërë për median atë deklarim, nuk e ka bërë me mbrapavij politike, sepse ai nuk e lëshon kur Belinda Ballogun. Po i shoj Belinda Ballogun do vej bashkë me të. Që do të thotë? Që do të thotë do vej dhe ai në burg. Pra ju mendoni se Belinda Ballogu mund të nxjerrë aferat e kryeministit Edi Rama dhe ato që ka bërë bashkë me të? Nëse nuk ka frikë, duhet t'i nxjerrë, nëse nuk trembet. Nëse do ta shikoni me vëmendje në ceremoninë mortore të zhvilluar ditën e djeshme në Pallatin e Kongreseve
në nder të Fatosnanos u pa që Belinda Balluku ishte lënë mënjan nga ana e kryeministrit Edi Rama duke distancuar. Si mendoni, Edi Rama e ka lëshuar përfundimisht atë? Unë mendoj që Edi Rama nuk e lëshon atë përfundimisht, ka mbaruar ajo punë. Thjesht bëjnë show për opinionin publik për të treguar që ja shikoni jam distancuar nga kjo. Edhe ajo bëri kashillok dhe ndonjë më shumë se sa që mund të mendohet për të ngushëlluar atje dhe praktikisht këta bëjnë show. Këta tani e din që barka e tyre është mbushur deri në mes me ujë, përfundoset avash avash. E din pare mirë. Dhe goditjen përfundimtare duhet ta kenë marrë nga ardhja e zëvendës ndikmë sekretarit amerikan të shtetit, i cili u takua dhe kontaktoi dhe bisedoi sipas medias me gjithë organet ligjzbatuese në Shqipëri, strukturat ligjzbatuese, Ministri i Drejtësisë, Ministri i Brendshme, SPAK-u. Ju thoni se nuk e ka lëshuar, por nëse shohim rastet e mëparshme që nga Samir Tahiri dhe më pas Arben Ahmetaj dhe Erion Veliaj, duket se Edi Rama kur është në rrezik për vete nuk pyet shumë për bashkëpunëtorët e tij. Samir Tahiri ai e korruptoi. I tha ai ke bërë një 2-3 vjet burg dhe mbasi të dalësh shijo parat dhe kjo praktikisht kjo po ndodh. Mbaroi lidhur me Samir Tahiri. Se Samir Tahiri është viktime po ati kryeministri. Nuk i bëri nga koketi Samir Tahiri ato që ka bërë dhe ato për cilat bëri burg. I ka bërë me urdhër të këtij Padrinos, të këtij Karagjozi, Padrino, kriminal, ky ka tëra zeza, më ky është një konglomerat plerash dhe ndyrësirash në ndërgjegjën e në botën e të brendshme. Ky nuk ka miqje dhe shok. Atëherë zoti Islami, si mendoni, duke nisur nga rastet e mëparshme sa i përket Arben Ahmetaj dhe Erion Veliajt, a do të ketë njëjtin fat edhe Belinda Balluku që Edi Rama mund ta hedhë në gojën e drejtësisë? Varet deri ku ka arritur korruptimi midis tyre. Deri në shkallë është. Varet sa janë pleksur, varet sa e kanë korruptuar njëri tjetri. Nuk e dim ato, e din ata. Ne s'kemi si ta dim. Ndonjë informacion nuk na japin se çfarë po ndodh. Ne nuk dim gjë fare, ne thjesht çfarë bësh nga media. Zyrtarisht nuk është asnjë gjë. Zyrtarisht është vetëm kjo. Po aferat besoj se i keni parë ju të Belinda Ballukut që arreshtohet që nga tuneli Llogarase deri te aeroporti i Vlorës. Të tëra janë nga media, nuk janë nga SPAK-u, asnjë se zyrtare. Asnjë se zyrtare, të tëra janë nga media. Tani media spekulojnë sa që do qefi si, do qefi e tjera. Unë besoj vetëm ato që janë zyrtare që kanë vullën dhe firmën e titullarëve ligjzbatues. Zoti Islami, së fundmi në media, por edhe nga deklaratat e kreut Partisë Demokratike Sali Berisha është bërë ditur se prokurori i çështjes së Belinda Ballukut, Dritan Prençi, është kërcënuar dhe është marrë në mbrojtje dhe është shtuar dhe numri i bodyguardëve. Ju si e cilësoni këtë pjesë sa i përket SPAK-ut, apo vjet SPAK-u nën kërcënime, nën presione të ndryshme? Mashtrimi. Po pse është mashtrim? Sepse po u kërcënua një prokuror, do thotë kush e ka kërcënuar, kur e kërcënoi, çfarë u morën, ku ndodh ky kur u kërcënua, me çfarë kërcënuar, me telefon, fizikisht, ball për ball, çan këto çon. Me këtë Berisha thotë që Rama e ka kërcënuar përmes telefonit. Po akoma besoni Berishin ju? Po tani Berisha disa gjëra dhe ka të vërteta. Unë Berishin nuk e besoj as kur thotë që uji është H2O, ka formulën H2O. Dakor, po kur Berisha thoshte që fluturojnë avionët me drogë, këta thoshin po hedhin ilaç për mushkonjat. Po ato i dinte Berisha se i kishte bërë dhe vet, po të na thot Po pra, dhe në këtë rast. Të lutem, u kërcënuan përmjet telefonit, dalë çik se po na bëj budollë tani këta. Apo jo? Po ne po i referohemi deklaratës së një kreut partisë më të madhe opozitare në vend. Jo, s'është më parti, dhe s'ka me opozit, harrojnë. Po mirë, qëndrojmë te pjesa e prokurorit dhe Belinda Ballukut, se cili telefon, dëgjoj, shteti ka dëgjoj se po më ndërpret dhe nuk më lë të çoj mendimin tim deri në fund. Zotëri, kur dikush kërcënohet me një telefon gjendet për 10 minuta.
Kush është autori dhe persona që ka përdorur si telefoni? Që janë këto me këtë hallet ai? Ju dhim s'ka tani drejtat Prenci Sali Berishës, deri dje s'ka lënë gjë pa thënë për Spakun, tani i dhim se. I me në mbrojtje. Zoti Islami, si e shikoni fatin e Belinda Ballukut? Çfarë e pret atë tashmë, pasi ju thatë që në momentin që është marrë pandehur, ajo do të duhej që të ishin vendosur prangat ashtu siç ndodhi edhe në rastin e Erion Veliajt? Varet çfarë është biseduar me delegacionin amerikan para 3 ditësh. Ne nuk e dim. Ne nuk na thuhet asnjë informacion. Se ne s'dim çka bër praktikisht. Ideja është nëse do të shikojmë të gjitha investigimet, por edhe raportimet në media, por edhe denoncimet e opozitës, ajo akuzohet për shkelje të barazisë në tendera. Qoftë edhe nga Spaku, si akuzë zyrtare. Pra, lufta akuza që nga vetëm për tendera, si ka për miliardat e popullit që ikin në xhepat tyre. Kjo është akuza. Do po akuzohet kaq, do bëj 2 vjet burka e mirëpafshëm. Edhe do shijoj miliardat e vjedhura nga xhepat tanë. Megjithatë, ajo nuk është se duket shumë në optimista ose në formë, po themi, pavarësisht se qeshte para kamerave kur doli nga Spaku. Ajo është një qeshje cinike, është një qeshur e një njeriu që i shikon njerëzit nga lart poshtë, nga pozitat e forcës, të pushtetit. Ajo qeshje është një tallje e opinionit publik shqiptar, e mediave dhe të njerëzve që shikojnë. Zotëri, edhe njerëz i dhan shumë hapësirë asaj zonjës. Ajo pra të zonjës ka si të dhënë zyrtare se përse akuzohet. Të tëra janë hamëndësime dhe muhabete kapenesh nga media. Nuk ka gjë konkrete, nuk ka akuzë konkrete, kaq. Zoti Islami, bët fjalë për akuzën zyrtare të Spakut, nëse e keni lexuar, i cili është marrë konkretisht me rastin e tunelit të Llogaras, ku e akuzon Belinda Ballukun për shkelje të barazisë në tendera. Do me thënë, nuk janë llafe kafenesh, është njoftimi zyrtar i Spakut. Vetëm për këtë. Pra, është akuzuar për letra, jo për parat. Nuk është akuzuar ku janë 100 milion euro të vjedhura. Pra atë të akuzoje, pra na e quaj një vrim në ujë. E quaj një hiç. Po ndoshta ky është vetëm fillimi për të shkuar tek aferat e tjera. Ne nuk flasim me ndopta. Ne flasim me fakte dhe me prova. Duke marrë logjikën dhe mënyrën se si operon Spaku. Tani dhe një herë, unë nuk mund të gjykoj dhe nuk mund të jap mendim se si punon dhe çfarë duhet të bëj Spaku. Unë di këtë, që kam dëgjuar që ajo akuzohet për 100 milion euro të vjedhura në tenderin në tunelin e Llogaras, për miliona të tjera të vjedhura në për rrugët e Shqipërisë, jo Kashari, të thash. Zotëri, do të flasim ndonjëherë me fakte ne këtu në Shqipëri apo jo? Se fakte deri tani s'kemi, kemi vetëm diskutime dhe zhurmë letrash. Është marrëveshja korruptive, antikombëtare, kriminale e Sali Berishës me Edi Ramën dhe me ekipin, me të dy ekipeve, që të mos dënohet askush dhe të ruajnë parat, të majnë parat e vjedhura, të shpëtojnë parat e vjedhura. Kjo është e vërteta, zotëri. Të kalojmë pak te rasti Erion Veliajt, i cili u përball në gjykatën kushtetuese ku kërkoi anulimin e shkarkimit të tij nga Këshilli Bashkiak dhe më pas të dekretit të presidentit. Dhe në fjalën e tij ai akuzoi indirekt qoftë bashkëpunëtorët e tij, por edhe kryeministrin Edi Rama. Në këtë rast Veliaj apo përpiqet të dalë kundër Ramës, ta sulmoj dhe ta demaskoj atë, apo tashmë është i mbaruar politikisht dhe juridikisht nga ana tjetër? Shiko, këta janë një parti që asnjëherë nuk pranojnë drejtësinë dhe gjykimin e drejtësisë. Këta bëjnë gjyqjet e partisë dhe sipas gjyqjet të partisë, varet se ç'vendim vendim ka marrë Padrinua, çfarë vendimi ka marrë Karagjozi, që drejtor shtetit shqiptar sot për fat keq, Edi Rama. Ai të keqen e ka nga Edi Rama, nuk e ka nga kurkush tjetër. Dhe nëse ai nuk flet, nuk thot të vërtetën, ai patjetër që do shkoj
shumë thellë në krimin që ka bërë, në vjedhjen që ka bërë dhe në dënimin që do marrë nga drejtësia, në qoftë se drejtësia i ka provat në dorë dhe me ato e akuzon. Lidhur me ankesën që bëri gjykata kushtetuese është thjesht loj manovër që bën Edi Rama nëpërmjet njerëzve të tij në gjykatën kushtetuese që janë gjithë pjesë e nomenklaturës dhe kërkojnë që të hedhë syve njerëzve që shikojnë se ja tani kjo punë do zgjidhet nga gjykata kushtetuese e tjera. Zotëri, Erion Veliaj o akuzohet o nuk akuzohet. Kaq. S'paku të dalë këto, përse akuzohet dhe çfarë ka bërë. Ose të vazhdoj punën edhe të mos merrem me momente se po japim hapësirë, harxojmë kohën televizive kot skoti me njerëz që në fundit tallen me neve dhe na shikojnë, ne flasim ata qeshin. Këta janë eksponentët kryesorë të partive politike dhe të qeverisë dhe me këta do merremi se s'kemi tjetër. Në rregull, po merremi vërtet, po s'kemi gjë në dorë për ta. S'kemi asnjë fakt, asnjë provë. Po mirë, në fjalën kemi në dorë, nuk kemi pushtet tjetër. Po fjalën e kemi, do ta themi atëherë kur kemi diçka për të thënë dhe kur kemi një provë. Patjetër pikërisht prandaj ta përmenda edhe rastin e Spakut që është njoftim zyrtar, sa i përket rastit të Belinda Ballukut. Ndërkohë vet Veliaj në gjykatën kushtetuese lart kuptohet që në qelitha kap një USB që ma kanë dhënë avokatët duke nënkuptuar në një farë mënyrë që ai ka materiale sensitive dhe mjaft të rëndësishme. A mendoni se Veliaj i ka këto materiale kundrejt Edi Ramës dhe ka rrëfyer në SPAK sa i përket aferave të kryeministrit? Qa pret që nuk i denoncon, si se marrë vesh? Jam thoni ju, qa pret? Po të ketë, a i bë shantazh, binjen, ose nuk jam banë që të plasi dhe pret mëshirën e shefit të ti, kaq. Pret mëshirën. A ka guxim Erion Veliaj që ta denoncoj publikisht Edi Ramën? Nuk e njoh burrërin, po këta janë zakonisht klasjanë s'kanë burrëri, këta tipa. Këta janë thjesht marioneta në dorë të shefit. Si e shikoni fatin e Erion Veliajt pas asaj që ju keni parë në gjykatën kushtetuese në mbrojtjen që bëri ai atje, por edhe në ecurisë se si do të jetë fati i tij politik dhe juridik? Ai në gjykatën kushtetuese njerëz ka dalë vendimi i gjykatës kushtetuese dhe nuk e dim çka vendosur gjykata kushtetuese. Ajo që ndodhi atë ditë, vendimi s'ka dalë akoma. Pra, ai në gjykatën kushtetuese vajti për të mbrojtur karriken si qytetar i zgjedhur në krye të Bashkisë së Tiranës. Nuk vajti për akuzat që janë bërë për vjedhje dhe për 5 dëtem të thash. Pra, s'ka si vlera ajo që ajo vajti në gjykatën kushtetuese për mua është një hiç. Nuk më hyn në punë dhe nuk u duhet qytetarëve shqiptarë. Qytetarëve shqiptarë u duhen milionat e milionave, miliardat që kanë vjedhur në bashkëpunim, që të gjithë ky ekip që drejton dhe që vjedh pasurinë kombëtare shqiptare. Këta janë të tërë për të quar në litarët e Skënderbeu. Zoti Islami, Erion Veliaj lart kuptohet se kushdo që do të vijë në Bashkinë e Tiranës me precedentin që u krijua me të, kushdo që të jetë në krye të Bashkisë së Tiranës do ta psojë njësoj si ai. A mendoni se dhe Orgerta Manastiliu, e cila nëse fiton zgjedhjet për Bashkinë e Tiranës do të ketë njëjtin fat si Erion Veliaj? Varet si do t'i mbajë marrëdhëniet me shefin. Ka që thjesht është. A mendoni se Edi Rama po përgatit kokën e turku të radhës për ta çuar përpara SPAK-ut pas asaj të Belinda Ballukut? Mirë do ishte po ta realizonte dot këtë, po ardhja e zyrtarëve amerikanë këtu ja ka hequr këto mundësi. Kështu që unë pres vetëm arrestimet e tyre. Që do thotë? Që do thotë duhet të bjerë qeveria, të bëhen zgjedhje për qeverire. A mendoni se Edi Rama mund ta shtyjë deri në vitin 2027 ku pritet të mbahet edhe... Jo, kjo nuk do ndodh. Jo, se ka logjik. A mendoni se Edi Rama do të jetë kryeministër deri në vitin 2027 ku do të mbahet dhe samiti i NATO-s, ndërkohë
nga ana tjetër ai ka marrëdhënie të ngrira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku nuk vizitoi dot as Asamblen e Kombeve të Bashkuara. Thash, nuk do ndodh, thash, ai do rrëzohet nga pushteti pa ardhur viti i ri. I këtij viti, Para vitit të ri do rrëzohet nga pushteti ai. i vitit Ka mbaruar. 2026. Po, Po, me çfarë mekanizmi do rrëzohet? Se opozita duket në gjumë dhe ai vazhdon qeverisi si qetë. po kur thoni opozitore, po ç'bëni kështu, më pse na këto po ulini them pra, nivelin e po këto po të them pra që opozita është në gjumë dhe si do rrëzohet. e rrëzon drejtësia, prokuroria e akuzon dhe e fut në burg, se ka vjedhur. S'ka punë opozite këtu. Po ndaj po them pra, cili është mekanizmi? Dyqi, gjykata, prokuroria. Pra ju mendoni se me zgjedhjen e kreut të ri të SPAK-ut do ketë një goditje edhe ndaj Edi Ramës? Jo, më pse në zgjedhjen e kreut të ri, edhe ky që është, duhet ta mbarojë atë punë, duhet ta kryej. S'ka pse të presim të ri unë. Pse çfarë do bëj i riu? Kompetencat një lloj ka si ky që është dhe ai që mund të vijë. Atëre, përse duhet? Jo më zotëri, duhet bëjnë detyrën, kaq. Të bëjnë detyrën SPAK-u dhe është zgjidhur problemi. Zot Islami, të kalojmë pak te ceremonia martore që u zhvillua në nder të ish kryeministrit Fatosnano. Në vlerësimin tuaj, si do ta cilësonit vetë figurën e Fatosnanos? Si gjithmonë, kriminalët e Dušan Mugoshës dhe Miladin Popovicit bëjnë ceremoni dhe nderojnë spionët e tyre. Fatosnano ishte një figurë tërësisht e degeneruar, e korruptuar, një armik i betuar i popullit shqiptar, një armik i betuar i demokracisë në Shqipëri, një njeri që e la Shqipërinë në përfaqe të zezë gjatë kohës që qeverisi, dhe jo vetëm ceremoni nuk meritonte, po as një gjë nuk meritonte. Mirë, po këta janë hajdur të mbrojnë njëri tjetrin. Respektojnë njëri tjetrin, nderojnë njëri tjetrin, dekorojnë njëri tjetrin. Këta janë. Ndërkohë, ai është anatemuar shpesh për takimin që pati në Kret me kasapin e Ballkanit, Slobodan Milošević. Ju si e keni parë atë takim në atë vit ku zgjente lufta në Kosovë? Fatmirësisht, këtë termin kasapi i popujve të Ballkanit e kam përdorur vetë dhe e kam thënë në mediat greke në datën 26 mars 1999 në televizionin Sky. Dhe kam thënë, Miloševići është kasapi i popujve të Ballkanit. Takimi e Fatosnanos me të, edhe i Sali Berishës në Ohër, edhe gjithë kryeministrave shqiptarë, edhe takimi që bën ky Karagjorzi tani me Vučićin, thjesht shkojnë shërbëtorët te padroni. Kaq, këta janë shërbëtorë dhe agent të Beogradit, të miratuar, të vendosur dhe të ushqyer dhe të paguar nga Beogradi kundër interesave kombëtare shqiptare. Ju veta keni pasur përplasje personale me ish kryeministrin Fatosnano dhe si kanë qenë reagimet e tij? Fatosnano ka ardhur në Athinë dhe ka bërë një mbledhje, një bisedë me emigrantët shqiptarë në Athinë. Në vitin 2005, në mos gaboj, para zgjedhjeve, se ka qenë zgjedhjet e fundit në 2005 që dorëzoi pushtetin Sali Berisha dhe mori ky Fatosnano deklaron pa pik turpi, pa pik përgjegjësie, do me thënë thjesht si një shërbëtor i bindur i Athinës, i cili deklaron dhe thot që rruga e Shqipërisë për në Bashkimin Evropian kalon nëpërmjet Athinës. Dhe veç kësaj, në takimin që patëm me të atje, ai deklaron dhe thot që populli shqiptar me minoritetin grek në Shqipëri jeton në marrëdhënie të shkëlqyera, po them në ligjërat drejt. Populli shqiptar jeton në marrëdhënie të shkëlqyera me minoritetin grek në Shqipëri, i cili jeton në trojet e veta. Dhe kjo fjala në trojet e veta patjetër që unë duke qenë prezent në sallë, madje kam botuar edhe një foto që ma dërguan nga Amerika dje, të asaj mbledhje, të asaj sallë, të asaj dite, dhe them,
Zoti që ti bie shkurt, si ta kuptoj shprehjen tënde zoti kryeministri, thash që populli minoriteti grek jeton trojet e veta. Dhe ai tha, unë nuk e thash në atë kuptim që thua ti, tha, po e thash në kuptimin që me që morën tokat nga kooperativa bujqësore, bën shtëpi dhe e thash në kuptimin e banesave të tyre, tha. Mirë po, para se të bëte këtë deklarat, kur bëri këtë deklarat Fatos Nanua, që tha minoriteti grek, minoritarët jetojnë trojet e veta, ishte në kryetari i Bashkisë Athinës prezent aty në krahët e djathtë të tij dhe në krahët më ishte Bashkim Zeneli. Dhe ai në kryetari i Bashkisë Athinës qeshi dhe i vajti buza vesh më vesh se u gëzua shumë që kryeministri shqiptar deklaron se minoritarët grek janë në trojet e tyre. Pra, automatikisht direkt me deklarat të kryetarit të qeverisë u deklarua që minoritarët grek toka ku jetojnë ata është tokë greke. Dhe unë këtë llogari kërkova, që s'kjo që thua. Dhe ai e drodhi me njerë, në momentin që ai e mori mbrapsht atë fjalë, që e tha në fillim, natyrisht në presionin që i bëra duke pyetur, se ç'kupton ai me fjalën në trojet e veta, ai në kryetari i Bashkisë Athinës u ngre dhe iku. U nxi sterr në fytyrë dhe iku. Pra, ky që Fatos Nanua. Dhe nuk meriton, jo ceremoni nuk meriton, po ai nuk meriton as asgjë që gojë. Familjes së tij i bërë dëm, ka ikur njeriu i tyre, ata kanë të drejtë ta kujtojnë, ta mbrojnë, ta duan, të bëjnë çfarë duan, jo shqiptarëve. Për ne shqiptarët ai ka qenë armik, pik. A ishte i kapur ai nga autoritetet greke për të zhvilluar politikat e tyre në Shqipëri? Po pa diskutim, autoritetet greke bën me gruat e i dhanë Gjoanën e i bën gjithë ato gjërat. Diskutojnë tani ato janë gjëra të kaluara, të deklaruara me kohë. Ka qenë spioni tëra spionazheve. Dhe spionazhi në qeveritë shqiptare ka filluar me Enver Hoxhën dhe po vazhdon sot e kësaj dite me Edi Ramën. Me të gjithë, Sali, Edi, Fatos, Ilir Meta, të gjithë pa përjashtim. Si mendoni, pse Fatos Nano u tërhoq aq shumë nga skena politike pas vitit 2005 dhe thjesht me 2-3 dalje televizive duke akuzuar qeverinë e kryeministrit Edi Rama dhe pa dhënë një kontribut apo pa pasur një lëvizje reale në politikën shqiptare? E hoqën, nuk u tërhoq vetë. I thanë largohu, shpejt sa si shbonë. Kush e hoqi? Ata që quan pushtet. Ju e dini tani kush e emëron qeveritarët edhe ministrat të Shqipëri. Jo dihet e di dhe Bufi. Ata emëron nga Athina, Beogradi, nga Brukseli, nga Drejtimi i Bishtit, nga gjithë armiqtë e kombit ton. Kaq. Si e gjykoni qëndrimin e kreut Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili sot e vlerëson dikur e burgoste dhe nga ana tjetër edhe të kryeministrit Edi Rama, i cili sot e vlerëson dhe në vitin 2012 i rrau shpatullat kur ai kërkonte që të kandidonte për president? Vdis pa të dua. Ka që thjesht. Ky është Sali Berisha. Këta ju tani janë të një lloj këta. Ta njëri tjetrin e duan të vdekur. Kur vdesën, i bëjnë ato dere që ti pe dhe që gjithë shqiptarët i pan, e bën Fatos Nano në hero. Fatos Nano një spion ordiner, një pianec, një imoral, një bëgjosësi, një njeri tërësisht figure e degraduar, e degeneruar, ata i bëjnë hero. S'kemi që bëjnë, i kanë vetë lekte tona, ata i komandojnë. Ata për në talin, ata për në vjedhin, ata për në ofendojnë, për në fyrin. Po dhe në krye njerëz të tim turit e lintari që s'ka në asim vlerë. S'kemi që bëjmë, zotëri. Po këta e kanë cilësuar si intelektualin më të spikatur të së majtës shqiptare. Po kur që aq intelektual dhe aq fuqishme, aq i madh, pse e lëshuan, pse u iku? Zot Islami, unë ju falenderoj për gjitha mendimet, analizën këtu në Agora News. Dhe ju falenderoj për ftesën. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.